Është hapur panairi i firmave ushtrimore i cili ka për qëllim përgatitjen e nxënësve për tregun e punës, i cili do të zgjasë 2 ditë. Ushtruesi i detyrës së sekretarit përhershëm në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Skënder Xhakaliu ka thënë se është sugjerim edhe i kësaj ministrie që të investohet në një nga sektorët kyç të arsimit, në arsimin dhe aftësimin profesional. Sipas tij, nxënësit e shkollave të mesme me anë të firmave ushtrimore kanë mundësi për një aftësim dhe të aplikojnë profesionin e tyre të ardhshëm. Duke ndryshuar konceptin e shkollimit në këtë nivel, pra shkollat profesionale po shndërrohen në shkolla praktike, siç është rasti me shkollat me të cilat aplikohet praktika profesionale dhe me anë të firmave ushtrimore ku nxënësit kanë mundësi për një aftësim dhe aplikojnë profesionin e tyre të ardhshëm dhe do të jenë të gatshëm në të ardhmen për tregun e punës. Këtë vit, domethënë, janë përfshirë edhe 6 shkolla në komunat e Kosovës. Këto janë Skenderaj, Drenaz, Fush Kosovë, Lipjan, Drakash dhe Vushtri. Rëndësia e këtij panairi besoj që është shumë e madhe, sidomos për nxënësit të cilët në të ardhmen do ta ushtrojnë profesionin e tyre, do të orientohen në karrierë, do ta gjejnë profesionin e duhur. Projekti është përkrahur nga Agjencia Austriake ADA dhe Agjencia për Zhvillimin e Qeverisë Zvicrane. Përfaqësuesit e tyre janë shprehur të kënaqur me punën që është bërë gjatë këtyre viteve në Kosovë nga zhvillimet e këtyre firmave ushtrimore. ADA is financing Kulturkontakt Austria's activities in the field of training companies. ADA i financon aktivitetet e Kulturkontakt Austrisë në fushën e firmave ushtrimore dhe për krah këtë çastje që 5 vjet. Në 2006 projekti ka filluar në 3 shkolla dhe me 8 firma ushtrimore, ndërsa këtë vit i kemi të përfshira 12 shkolla me 89 firma ushtrimore. Kompanitë kanë çastje pozitive sepse lidhja e mësimit praktik dhe teorik po ka influencë pozitive edhe për çastjen në tregun e punës. Ka thënë Geosic. Now all economic schools having introduced practice firm learning. Firmat ushtrimore sot janë të zbatuara në të gjitha shkollat ekonomike në Kosovë, ndërsa nga fundi i vitit kaluar edhe 2 shkolla bujqësore janë bashkangjitur këtij rjeti. Ndërsa prej vitit shkollor 2011 të gjitha shkollat e mesme të bujqësisë do të përfshihen në këtë projekt dhe do të jenë firma ushtrimore të agrobiznesit dhe nëpër të gjitha këto firma ushtrimore parakalojnë diku rreth 4000 nxënës, ka thënë Porten. Në këtë panair kanë qenë të pranishëm të gjitha kompanitë të cilat kanë prezantuar edhe punën e nxënësve të shkollave të ndryshme ekonomike që kanë kryer punën praktike në to. Firma ushtrimore është themeluar në 2004 me ndihmën e qeverisë zvicerane dhe asaj austriake në shkollat e mesme ekonomike dhe bujqësore.